Ekspozita Vlora në Telajo vijon që të jetë e hapur në ambientet e Galerisë Arteve në qytet, një bashkëpunim artistik mes dy piktorëve profesionist me individualitete të spikatura krijuese, Kristaq Pavli dhe Fabian Muhameti. Ekspozita sjell një dialog artistik mes dy autorëve me stile të ndryshme, por me të njëjtin frymëzim për Vlorën dhe natyrën. Piktorët Muhameti dhe Pavli prisnin më shumë vizitorë në këtë ekspozitë interesante, por që për disa faktorë duket se pjesëmarrja nuk ishte ajo që pritej. Megjithatë, ata thonë se vendi jo i përshtatshëm ku është vendosur galeria pranë Pallatit të Kulturës apo edhe temperaturat e larta kanë bërë të vetën. Relativisht vajti mirë. Duhet ishte më mirë, prisnin më tepër vizitor, po pati disa faktorë që ndikojnë. Së pari ishte vape madhe, domethënë nxehti. E dyta, ka qenë jemi kampionatin botëror, kështu që njerëzit janë të lodhur, shikojnë në oraret e mbasdites, ka pas ora 7 për shumë ka pas ndeshje. Gjë që ka penguar dhe kjo në mosardhjen e tyre. Së treti këtu këmbgul, galeria duhet të jetë më afër qytetit. Kam pas miq ardashës që nuk kam pasur mundësinë të vinë sepse është larg, dhe e dyta edhe parkimi këtu nuk gjen për ta parkuar. Pa dhe ky është një faktor më i rëndësishëm nga ato dy të parat. Kështu që unë mendoj që të shikohet kjo pjesa e galerisë. Ne patëm një takim me kryetarin e bashkisë, ajo premtoi, unë kam besim që do ta realizoj. Pra që na ekspozitoj galerinë në një vend të kenë mundësi dhe njerëzit të vinë dhe me familjet dhe të jetë më afër qendrave të banora. Se këtu e shikoj pak të spostuar e nuk dikon mirë në ecurinë e artistëve. Këto ishin, vetëm prisnim një numër më të madh, kemi pas turista, që nuk ka munguar turistat, por duhet vini më tepër. Po mendoj se vapa plus edhe shtunë e dielave që kanë qenë pushim, pra 2 ditë kanë qenë pushim dhe kanë vajtur në plazh me familjet e tyre. Megjithatë, jemi të kënaqur dhe shpresojmë këto 2 ditë që kanë ngelur të fundit të ketë sa më tepër vizitorë dhe ju bëj pritje që të vinë dhe njerëzit ose qytetarët e Vlorës për ta vizituar ata që kanë parë. Me thënë të vërtetën, nuk dolën ato parashikimet që kishim. Duket edhe moti shumë i nxehtë, ka ndikuar për të punë, po edhe interesi në këto momente e shikoj që është tepër e vështirë për të menduar për vepra arti. Probleme edhe ekonomike ndoshta. Megjithatë, e rëndësishme është që ata që kanë ardhur dhe kanë parë, kanë bërë edhe vërejtje, kanë edhe mendime, e kjo është më e rëndësishme për mua. Jam i kënaqur për 2 arsye, sepse më së fundi u realizua dëshira që kishte kolegu im të hapte ekspozitë me mua. Kemi shkuar shumë mirë, kemi nxjerrë dhe detyra dhe probleme që kemi pasur, të cilat me kalimin e kohës mendoj edhe unë dhe ai kemi bërë vërtet njëri tjetrin për të përmirësuar dhe mendoj se do të punë në ekspozitat e mëvonshme do të jenë më të mira. Unë po përgatitem për një ekspozitë tjetër, kjo doli një çik e pa parashikuar, e cila do të jetë vetëm me fshatin Vuno, si gjithmonë. Do të hapet në Vuno, pastaj do ta bie këtu. Piktori vlonjat Kristaq Pavli ka edhe një ekspozitë për të gjithë qytetarët e Vlorës, por edhe turistët vendase të huaj që të vinë ta vizitojnë për të shijuar këto piktura. Moti shumë i ngrohtë e vapa e madhe, ndoshta bën që ata ta kenë shumë të vështirë që të vinë të bëjnë një vizitë të tillë, po në orët e vona të mbasdites edhe mund të vinë ta shijojnë. Të kalojnë pak minuta këtu. Edhe me vërejtjen e na ndihmojnë ata, sido që të jetë, ai do ta bëjë një vërejtje atje. Mua më ndihmon shumë kjo punë. Megjithatë ju falenderoj dhe juve një shumë për punën tuaj, për mendimin që jepni dhe për atë që duke menduar ne që do të vi televizioni të bëjmë diçka edhe më të mirë akoma. Piktorët vlonjat po bëhen gati që së bashku nga Vjeshta të hapin një tjetër ekspozitë. Dhe mendoj përsëri të bëhemi nga Vjeshta, të rijapim një tjetër ekspozitë, por bashkarisht domethënë, jo personale. Para do marrin pjesë artistët e Vlorës përsëri edhe në këto festat organizojmë ekspozita të ndryshme, pra jo personale nuk ka më për këtë vit, por me kolegë dhe artistët e Vlorës do marr pjesë pra. Në ekspozitën Vlora në Telajo, piktori i njohur vlonjat Kristaq Pavli prezantoi 37 punime të reja, të realizuara të gjitha në teknikën e vajit. Përmes ngjyrave dhe dritës mesdhetare, artisti sjell natyrën dhe bukuritë e kësaj treve, duke i kthyer ato në vepra artistike me vlera të veçanta.
ndërsa piktori i njohur vlonjat Fabian Muhameti prezantoi një koleksion veprash ku mbizotron peizazhi, por nuk mungojnë edhe kompozime të gjinive të tjera. Punimet e tij janë të realizuara në teknikën e vajit, akuarelit dhe teknikës mikse, duke dëshmuar larmi artistike dhe eksperimentim me forma të ndryshme shprehëse. Ekspozita Vlora në Telajo do të qëndrojë e hapur pranë Galerisë Arteve deri më 3 korrik, ndërsa të gjithë të interesuarit mund ta vizitojnë në oraret 8 me 13 paradite dhe 17 me 20 në mbasdite.